Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Integrimi Europian I Shqipërisë është në qendër të vëmendjes së politikës shqiptare në prag të zgjedhjeve të 11 majit, por edhe pjesë e agjendës së Bashkimit Evropian. Së fundmi në Shqipëri ka patur vizita të rëndësishme të personaliteteve të larta të Unionit, siç është përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, njëherë është zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, por edhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos. Ndërkohë, kryeministri shqiptar Edi Rama është takuar me presidentin e Këshillit të Evropës Antonio Costa, I cili me rastin e hapjes së grup kapitullit Tregu I Brendshëm në kuadër të konferencës së 4 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian ka folur pozitivisht për Shqipërinë. Ndërkohë janë edhe dy data të rëndësishme të përmendura shpesh nga kryeministri Edi Rama, mbyllja e negociatave në vitin 2027 dhe antarësimi në vitin 2030, në të cilat të gjithë në fakt jemi të fokusuar, por sa të mundura janë ato. Do të bisedoj sot me Ilir Aliajn për integrimin, ku ndodhemi me integrimin Europian të Shqipërisë. Përshëndetje, Ilir, faleminderit që do të ndajmë së bashku këtë diskutim në analizë. Ashtu si që e theksova, ka patur një trafik të ngjeshur në Shqipëri të autoriteteve të larta të Bashkimit Evropian dhe sigurisht edhe deklarata pozitive. Zonja Kallas, për shembull në Tiranë, tha se viti 2030 është objektiv realist për Shqipërinë nëse bëhen detyrat. Të njëjtën deklaratë pak a shumë ka përsëritur dhe zonja Marta Kos, por edhe ministri i jashtëm I Polonisë Sikorski, vendi të cilit mban presidentën e Këshillit të Bashkimit Evropian në një konferencë për shtyp të mbajtur në Luksemburg së bashku me kryeministri Rama, ndërkohë që kryeministri Rama thotë se jemi tek dera e Bashkimit Evropian. Juve si duke njohur integrimin dhe duke punuar në fushën e integrimit evropian, e shihni të realizueshme këtë ambicje të kryeministrit shqiptar dhe këtë dëshirë të shqiptarëve në përgjithësi për hapjen e negociatave dhe për realizimin e antarësimit në këtë 5 vjeçar? Për fatin tonë të mirë, Bashkimi Evropian është në një situatë që ka nevojë për të marrë sa më shumë shtete për t'i futur brenda kopshtit të tij, themune. Por ne nuk duhet ta lejmë që të na humbi ky tren. Ne kemi lënë shumë trenat na ikin, nuk duhet ta lejmë të na humbi ky. A është realiste apo nuk është realiste? Unë them që është realiste. Datat që jep kryeministri edhe për mbylljen e negociatave, por edhe për antarësimin. I vetmi problem që është shtrohet edhe në pyetjen tuaj. Kaja Kallas, por jo vetëm ajo, gjithë të tjerët, thonë që duhen bërë detyrat e shtëpisë. Pra topi është në fushën tonë, ne duhet ta luajmë ashtu siç kërkohet, duhet të jemi të qartë dhe transparent përballë publikut shqiptar, çfarë na kërkohet, dhe Bashkimi Evropian ka qenë I qartë me ne, është shumë transparent me ne. Duhet pra të bëhet thjesht puna jonë. Sa bëhet, si bëhet, unë kam shumë pikpyetje, sepse me të vërtetë janë hapur 3 grup kapituj, që janë 3 grup kapituj shumë të rëndësishëm, së fundmi siç e theksuat edhe ju është Tregu I Brendshëm, por problemi është sa ne do I zbatojmë këto gjëra që na rekomandohen dhe na jepen si detyra nga Bashkimi Evropian. Më fal, çështja është, a jemi ne të gatshëm të heqim dorë nga korrupsioni, e dyta nga udhëheqja, po them, e drejtësisë nga politika, 2 gjëra që ato nuk I pranojnë, pra Bashkimi Evropian nuk I pranon, dhe këto janë detyrat e shtëpisë tonat. Në grup kapitullin e parë janë statistikat, administrata publike. Dhe unë në fakt këtu, Ilir, doja të ndalesha, sepse në konferencën e 4 ndërqeveritare BE Shqipëri, që së fundmi u zhvillua në Luksemburg, u bë dhe hapja e grup kapitullit të 3 me 9 kapituj. Dhe presidenti I Këshillit Evropian Costa e vlerësoi progresin e Shqipërisë, siç e thash dhe më herët, për integrimin në Bashkimin Evropian, dhe tha që vendi ka bërë hapa në drejtim. Tani, korrupsioni,
në fakt është një sëmundje dhe është një dukuri mbar botërore. Nuk besoj se ka ndonjë vend që mund thotë që jemi zero korrupsion. Dhe në fakt, korrupsioni dhe çështja e reformave në drejtësi dhe mos përzierja e politikës me drejtësinë kanë qenë të përsëritshme në detyrat tona të shtëpisë. Po, mbase le të flasim për këto grup kapituj që ju sapo nisët të flisnit dhe sa janë shqyrtuar nga këto grup kapituj, apo nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë nëse do t'i mbyllim të gjithë dhe përsëri do t'na thuhet korrupsioni dhe reforma në drejtësi? Jo. Ne akoma nuk kemi mbyllur asnjë kapitull. Pra nga 3 grup kapitujt, nuk kemi mbyllur asnjë. Nuk kemi mbyllur as kapitullin e dytë, grup kapitullin e dytë, që ka të bëjë me marrëdhëniet politikën e jashtme të Shqipërisë dhe marrëdhëniet me fqinjet. Që është grup kapitulli më i lehtë për Shqipërinë. Ky është hapur në dhjetor, por nuk është mbyllur, dhe grup kapitulli i tretë, ky që sapo është hapur, ka të bëjë me tregun e brendshëm. Por është i lidhur direkt, ky grup kapitull është i lidhur direkt me grup kapitullin e parë. Janë prokurimet publike, statistikat, administrata publike. Kush do i bëj reformat për tregun e brendshëm? Administrata publike. A është i lidhur, a janë të lidhura statistikat me tregun e brendshëm? Pa diskutim. A janë të lidhur prokurimet publike me tregun e brendshëm? Pa diskutim. Imagjinoni nesër një kompani, nuk po them greke, italiane që janë afër, po them një kompani lituaneze që është në veriun e Europës, shikon që hapet një tender publik në Shqipëri, do të marrë pjesë. A mund ta fitoj? Për ta përmbledhur dhe për ta përmbyllur këte ndërqasje që kanë grup kapitulli parë me grup kapitullin e tretë, kemi reformën drejtësi. A mund t'i themi një investitori të huaj, kush do qoftë ky, të vi nga Europa apo nga një vend tjetër, nuk ka rëndësi që hajde investon në Shqipëri, por për pronën duhet shkosh një 4-5 vjet në gjykatë. Dhe ky është problem shumë i madh. Çështje ende e pasgjidhur dhe një çështje shumë e rëndësishme për investitorët e huaj. Ky është një nga pikpyetjet më të mëdha që kanë investitorët e huaj në Shqipëri, sepse ato duan të vinë, të jenë të qetë, të merren me pronarin e ligjshëm, të paguajnë ato para. Ka pronësi të mbivendosura, ka kakofoni pronësish. Ky është problemi më i madh. Dhe ky është tregu i brendshëm evropian, që të vi investitori nuk ka asnjë çështje me gjykatën, ai vazhdon lehtësisht, pra regjistrohet në Shqipëri, paguan ato taksa, bën atë punën e tij dhe kaq mbaron, mbyllet historia. Dhe ndërkohë, sigurisht që këto janë mbeten edhe për tu parë, megjithatë le të shpresojmë se siç ndodh edhe me zgjedhjet në çdo vend të botës, zgjedhjet sigurisht që sjellin një administratë të re, sjellin ligje të reja, sjellin rregulla të reja, do të kemi një parlament të ri, për këto paraprakisht ne nuk mund të flasim, megjithatë edhe dëshira e madhe dhe pro-europianizmi i shqiptarëve janë faktorë të cilët ndihmojnë. Por në një plan më të gjerë, në Ballkanin Perëndimor. Zgjerimi i Ballkanit Perëndimor është cilësuar nga presidenti i Këshillit të Evropës Kostas si përparësi e qartë për Bashkimin Evropian dhe investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen dhe për begatinë. Ju e thatë pak më parë në përgjigjen e pyetjes së parë që Bashkimi Evropian ka nevojë tani në këto kushte, por cili është pa arritur këtu? Cili është progresi i vendeve të Ballkanit Perëndimor krahasuar edhe me Shqipërinë në procesin e integrimit? Duhet të themi që ka një ngecje. Arsyeja është thjesht gjeostrategjike, ne e dim çështjen e Serbisë, çfarë problematika ka Serbia, e cila sot është dhënë edhe lajmi që pavarësisht rekomandimeve nga Brukseli që presidenti Vučić të mos shkojë në Moskë për datën 9 maj, ai sot ka vendosur, ka thënë që do shkojë në Moskë. Pra janë probleme të brendshme të Serbisë, probleme të gjeopolitikës së saj, por që nuk përshtaten në këtë moment me gjeopolitikën europiane dhe ka ngec pra mbyllja kapitujve mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Bosnia-Hercegovina nuk ka filluar akoma, është vend kandidat, nuk ka filluar akoma, po të në të njëjtin status për çështje përsëri të gjeopolitikës, gjeostrategjisë është Maqedonia e Veriut. Ne kemi filluar vjet në tetor
fillum hapëm grup kapitujt, po vazhdoj mirë, si mas fjales von der Leyen, presidentes e komisionit, në fund të tetorit ishte në Tiranë, në fund të tetorit ishte në Tiranë dhe tha që brenda vitit 2025 Shqipëria do hap gjithë grup kapitujt. Mali Zi ka mbyll 15 kapituj, por edhe atje kemi një problem tjetër të brendshëm politik që lidhet, politika e brendshme lidhet me geostrategjinë e tyre dhe geopolitikën. Ne kemi mundësi që t'jemi të paret e Ballkanit Perëndimor. Kjo është e gjitha në dorën tonë. Kjo është e gjitha në dorën tonë. Fatkeqësisht duhet ishim gjithë zbashku, por përsëri për ne është shumë më mirë, sepse do ndihmojmë çështjen shqiptare, do ndihmojmë shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët kudo ku janë. Është në fakt me shumë rëndësi që kjo të realizohet dhe sigurisht ashtu siç e thatë edhe ju, këto pastaj bëhen siç jemi përqasur ne me modelet e integrimit europian, për shembull të një vendi si Kroacia. Me këto modele, mbase në një perspektivë të afërt, do të jenë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor që do të kenë përqasjen e Shqipërisë, sepse pak a shumë ne kemi përballemi me të njëjtat probleme. Dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, është situata e ngarkuar gjeopolitike globale me të cilën Bashkimi Evropian po përballet, janë tarifat e administratës Trump, të cilat u shpallën, pavarësisht se është lënë edhe një 90 ditësh dhe nuk po ka, domethënë, për momentin veprime konkrete në këtë drejtim. Nga ana tjetër, nevoja për riarmatimin e Europës, pra Europa në këto momente, Bashkimi Evropian në këto momente sikur po rikonfigurohet për sa i përket politikës së vet, jo vetëm asaj politikës diplomacisë, por edhe ekonomisë. Dhe në këtë panoram, në këtë tablo zgjerimi, në gjykimin tuaj, si një njohës i çështjeve të integrimit dhe i çështjeve europiane, do t'ishte pozitiv me vendet tona, do t'ishte një domosdoshmëri, apo jo? Po e filloj nga raporti që është publikuar sot nga Organizata Botërore e Tregtisë, e cila thotë që vetëm Kina dhe Bashkimi Evropian do e zgjerojnë import-eksportin, por Amerika do të ketë një tkurrje shumë të madhe dhe kjo, çfarë sjell kjo? Kjo sjell problematika të mëdha, inflacion dhe recesion në disa momente caktuara. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar, pra për të vazhduar me pjesën, me pyetjen tuaj. Për Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishëm zgjerimi. Kancelari që po vjen në zyrë në Gjermani, Friedrich Merz, ka thënë që do e ndalojmë një minutë zgjerimin, sepse do bëjmë reformën e brendshme. Por kjo nuk na prek ne, pavarësisht se do e ndalojmë, ai nuk do ndalojë asnjë gjë. Ka në fakt interpretime, kjo mund të interpretohet. Jo, mund të interpretohet, por po ta lexojmë se çfarë ka thënë ai me vëmendje, ne do kuptojmë që ai nuk na prek ne as pak. Pra ato datat që ju përmendet më përpara vazhdojnë të jenë data të mundshme për ne nëse ne bëjmë detyrat. Çfarë thot kancelari që do vi së shpejti në zyrën e re? Thot që duhet të heqim nga votimi në Këshillin e Ministrave voten unanime për pranimin e kandidatëve të ri, që në këtë rast jemi ne, Shqipëria, Malizia apo edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Çfarë thot kancelari i ri gjerman? Thot që pavarësisht sepse për pranimin e një vendi në Bashkimin Evropian ka vot në parlamentin e atij vendit, por ka vende që kanë edhe referendume dhe mund të ketë referendume që do dalin kundra hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe kancelari i del përpara kësaj dhe thot reforma që do bëhet duhet të jetë reformë që të heqim voten unanime në Këshillin e Ministrave dhe të mos ketë referendume për pranimin. Pra ai na hap derën në kapak, siç e themi ne, na hap derën në kapak. Prandaj ne duhet shohim që çështja këtu është tek ne, jo mo tek ato. Ato po luajnë çdo gjë që ne të na marrin të na fusin në Bashkimin Evropian si antar me drejta të plota. Duhet përmendim edhe një fakt tjetër. Ju e cekët në pyetjen e parë apo të dytë. Duhet përmendim çështja e fushatës elektorale në Shqipëri. Duhet themi diçka që
pasaportën Schengen, Bullgaria dhe Rumania, dy vende që kanë qenë anëtare që në 2007 me 1 janar 2007, e kanë siguruar vetëm me 1 mars 2025. Pra duhet t'i themi gjërat. Për arsye shumë e thjeshtë. Korrupsioni, mungesa e kryerjes reformave në sigurinë. Gjithmonë në listën e vendeve anëtare, Rumania dhe Bullgaria kanë problematikat e kanë tyre. pas problematikat e veta. Por duhet i themi këto gjëra që t'jemi transparent me qytetarët tanë. Patjetër. Sepse abuzohet me këtë pasaportën europiane. Shqiptarët janë 86% e shqiptarëve në sondazhin e fundit janë pro hyrjes në Bashkimin Evropian. Çfarë do të thotë kjo? Shqiptarët gjithë pranojnë reforma, por reformat kanë një kosto që e paguajnë qytetarët. Dhe këte duhet ta kemi shumë mirë parasysh. Pra ato i pranojnë, janë 86% për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe unë të falenderoj Ilir për gjitha opinionet që ndam së bashku. Kjo në fakt është një temë shumë e gjerë, por për fat të mirë është edhe një temë në përditësim dhe ngjarje në përditësim dhe le të shpresojmë përtej premtimeve zgjedhore dhe përtej entuziazmit dhe dëshirës dhe euforisë në disa raste tonën, duke ndjekur teknikisht këtë proces, secili duke kryer detyrat e veta, sepse jo vetëm qeveria, por edhe vetë qytetarët kanë sjelljen e tyre dhe kanë kontributin e tyre në këtë proces, të arrim më së fundi që edhe ne të jemi pjesë e këtij unioni, i cili për hir të së vërtetës do të ishte një gjë shumë e mirë dhe shumë pozitive për Shqipërinë, përveç realizimit të ëndrrës së kahershme të shqiptarëve. Faleminderit, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit juve. Të dashur miq, ne këtu do të përfundojmë analizë për sot. Në qendër të saj ishte integrimi europian i Shqipërisë mes premtimeve zgjedhore, por edhe mes të gjitha detyrave që Bashkimi Evropian i ka vënë përpara Shqipërisë për të realizuar atë objektiv ambicioz për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.